Jorgoni, flamuri i Maqedonisë së Veriut, simboli 8 fisëve ilire që themeluan Maqedoninë e vjetër. Aktivistja shqiptare Lida Jorgoni ka ndezur debate me një deklaratë të fortë dhe një ilustrim me flamurin shtetëror të Maqedonisë së Veriut, i njohur për rrezet e tij të verdha me sfond të kuq. Sipas saj, përfaqëson një fakt bashkimi të 8 fisëve ilire që krijuan Maqedoninë e lashtë për cilë ina. Sipas këtij interpretimi, çdo rrezë e flamurit simbolizon një fis i lirë. Mollosët, Ageasit, Kaonët, Enkelejt, Desartët, Orestët, Nestorët dhe Ilirët, të gjithë me lidhje të forta gjaku me gjenealogji me Aleksandrin e Madh. Përmes shkronjave të para të këtyre fisëve formohet vertikalisht një dëshmi simbolike e rrënjëve të thella ilire të këtij territori. Në dokumentin shoqërues thuhet se Molosët ishin fisi i nënës Aleksandrit të Madh, Ageasit fisi i babait të tij, Kaonët dhe Enkelejt fisi i nënës dhe gjyshës, Desartët dhe Orestët fise ilire të jugut, Nestorët dhe Ilirët që përfaqësojnë territoret e njohura shqiptare si Shkupi, Tetova dhe Gostivari. Kjo deklaratë e Jorgonit pritet të nxjisë debate mes historianëve, por dhe në opinionin publik.